Jozi shpreh ngushëllime pas humbjes tragjike në familjen e Gjestit. Tragjedia që ka goditur familjen Kelmendi ka tronditur thellësisht opinionin publik, duke shkaktuar një valë reagimesh të dhimbshme e solidariteti. Një ndër personazhet që ka reaguar publikisht është edhe Joz Markuj, cili pavarësisht një marrëdhënie të tensionuar në të kaluar me Gjest Kelmendin, ka lënë mënjan çdo mosmarrveshje për të shprehur dhimbjen e tij për humbjen e rëndë. Në një Insta story, Jozi shkroi: "Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re, na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballur dhimbjen. Qoft lule e xhenetit." Ky reagim erdhi menjëherë pas lajmit tronditës për ndarje nga jeta të vëllait të Gjest Kelmendit, fituesit të Big Brother VIP Albania 4, i cili humbi jetën në një aksident tragjik. Dhjetër artistë, miq dhe ndjekës kanë shprehur ngushëllimet e tyre në rrjetet sociale, duke treguar mbështetje dhe dëmshuri për familjen Kelmendi në këto momente të vështira. Ky gest nga Jozi, ndonëse i thjesht, ka prekur shumë ndjekës dhe është parë si një shembull i rëndësishëm i humanizmit dhe respektit për dhimbje njerëzore, përtej mosmarrveshjeve të së shkuarës.